Jo gjithmonë gjërat janë ashtu siç duket. Kjo shpesh ndodh edhe tek këngët e disa këngëtarëve në estradën tonë. Disa hite që I kemi dëgjuar dhe që po vazhdojmë të dëgjojmë, nuk do të thotë se janë krijuar enkas për atë apo për këtë këngëtar. Storja që do e ndjekim në vazhdim sipas disa informacioneve të cilat kemi arritur t'i grumbullojmë, na tregon pak a shumë për këngët të cilat u bën hite, edhe përkundër faktit që fillimisht ato ju dedikuan dikujt tjetër. Për më shumë detaje ndjekim bashkë në vazhdim. Në momentin e parë që takon një këngëtar, fjalët e tyre janë: po punoj për një hit të madh, por jo gjithmonë këto fjalë dalin të sakta. Dikujt po I dhez, e dikujt po I mbetet dhe vetëm pretendim për të qenë hit. Si arrin deri tek këto këngë, e si krijohen, si këndohen deri në çastin e publikimit. Shumë këngë ndër vite janë qelsi I suksesit të një këngëtari të caktuar, por në disa raste si duket, kënga krijuar për një artist të caktuar po shndërrohet në hit të tjetër artisti. Hite e ritëm ka të kthesh kokën. Pe nisim nga këngët e fundit që pushtuan zemrat e secilit këtë verë me ritme të nxehta. Kënga Phoenix nga Tuna dhe Kozman ishte krijuar si vijë melodike, por e caktuar për asnjë në fillim. Ronela Hayati ishte ajo të cilës ju prezantua në fillim ky instrumental. Ajo e refuzoi dhe krahas saj mori Malagata me Elgit Dodën. Më pas thuhet se kjo këngë ju prezantua edhe Dafina Zeqiri që të ishte duet me rap këngëtarin Getoar Selimin. Por as këtu nuk u bë konak ky ritëm. Si përfundim, arriti në duart e Tunës dhe Kozman, kështu duke prekur majat e suksesit sezonal sa I përket kësaj vere. Të kalali shpirt, hiti pa diskutuar I ditëve të ftohta, këngë e paragjykuar, por jo dhe pa ndëgjuar. Fjala hit është definuar për këtë këngë. Si fillim, ky ritëm me kjo këngë u krijua për të kënduar këngëtarja Albria Hadërgjonaj. Për fat të keq të saj, ajo e refuzoi, e më pastaj arriti në duart e Silva Gumbardit duke mos I lënë vend pa u dëgjuar. Kënga Zemër nga Ryva Kajtazi u bë plan për ta kënduar këngëtarja Leonora e Kupi, por si përfundim kësaj të dytës nuk ju duk më e mira për veten. Kështu e refuzoi e duar hapur e priti Ryva, që ishte sukses sa I përket këngëve të saj. Merisina u shfaq vitin e kaluar këngëtarja Katina Selimi me këngën Hot. Po kjo këngë nuk ishte në fillim e caktuar për të. Produksioni Arba Sound e kishte menduar e krijuar për Angelina Hadërgjonaj. Por kjo e fundit nuk e pranoi asnjëherë. Katina ja pa hajrën. Ta kam dhënë ty shpirtin. Kur jemi te Katina nuk është se gjithmonë di të pranoj këngë. Ajo din edhe të refuzoj e të mos pëlqej lidhjen e notave. Kënga Party Hot, të cilën e këndon këngëtarja Adelina Berisha dhe që është në përfundim të klipit, si fillim ishte krijuar për Katinën, por do e këndoj Adelina. E se do të jetë hit, mbetet e ardhme afër ta vërtetojmë. Ryva Kajtazi prap nuk na lëshon këmbësh. Kënga Për ty flas ishte tendencë në fillim për ta kënduar këngëtarja Truta Selimi, e cila si duket nuk shfaq interesim për këtë këngë. E më njëherë rrëmbeu këngëtarja Ryva. Nije këtë sen ishte një nga hitet e padiskutueshme të asaj kohe. Kënga ishte paramenduar me fillim të ishte pronësia Nora I Strefit, po ja, arta si arta e rrëmbeu për vete e nuk e late tjetër kush. S'kam faj, kënga Leonora Poljoskos. Si fillim ishte punuar për një këngëtare maqedonase, por nuk u realizua ashtu. Më e kapshme u pa të jetë hiç shqiptar se sa maqedonas. Në fund fare, u krijuan për këtë apo për atë artist. Disa prej këtyre këngëve arritën kulmin e suksesit dhe klikime marramense.